Është kthyer përgjigjja, ju lutem. Zoti Koreshi. Po, janë. S'është e vërtet. I nderuar kryetar, edhe unë prap me ministren e shëndetësisë linja në studio, por e para njëra është mirë ajo, se do pyet nga shneti se mirë to interpelancat tona nuk i keni fut të xherio për t'i zjerë. Problemi është mirë se kemi bë merak. Por e pyetja tjetër është, e di ajo që është ministre apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi i Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si thot ministrja në fjalët e veta në fund vitit, brenda këtij viti. Nuk pret. Nuk pret ere. Dhe po që se nuk e dini ku është, ta shpande njërës tu ka emisione televizive ta kërkojnë rrugëve Tiranës. Ilaçet si dinda që ishi shtrentur. Se që ndodhë në për spitale, ase ka i den, qa punë e bën kjo Ministri e Shëndetësisë? Se duhet me pyet qa punë e bën Ministri e Shëndetësisë. Sepse për të marrë sot urgjencën, i bie 127-ës lidhe me Tiranën. Pastaj kismeta e Tiranës po t'i bjeri telefonit Lushnjës, edhe ai Lushnjës merr ty thot ku je. E kupton qa ndodhë? Unë nuk doja ta përvoja të rob të shtëpisë për ta ditë ku isha, se dija si që ishte shëndetësia. Por i thoni asaj ministre shëndetësisë se ç'ndodh në spitalet shqiptare, se nuk e ka iden se çfarë tragjedie gjende përballë banorët e Shqipërisë. A ka mundësi 3 orë gjysmë i pacient duke vdek dhe nuk ka kardiolog? Ku ka mundësi? Ku ndodh? Cili vend shtetë botës ndodhi gjë e tillë? Ku? Ku pra ku ndodh? A e dini që s'ka as pamuk Lushnjë, as dorashka. E di ajo, po këtë vit pra njëherë, vit, shikoj që ndodh. Kush ma përgjithësi që AZT nuk çoni leje ndërtimi 9 muaj për pacientët e Lushnjës? Leje ndërtimi për spital, masi ka dalë tenderi. Kush ma përgjithësi këtu? Si ka mund që zhvendosë spitali dhe nuk del leja ndërtimit? A ka njëri në të shtetë që ma përgjithësi? Pse do t'i trajtojnë me njëri si stallë derrash atje? Në thoni ose njoftojni për rrogën paktin që i ka kalur. Kaq, se edhe atë ndoshta i thoni që kaloi rroga, thuj, hajde bë punën. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Luciano Boçi.